Tërmeti i fortë godet një tjetër shtet, banorët dalin në rrugë. Një tërmet me magnitudë 5.2 të shkallës së Richter ka goditur paraditjen e së mërkurës 12 nëntor 2025 Çipron, duke shkaktuar panik mes banorëve. Sipas të dhënave me qendra sismologjike euromesdhetare, lëkundjet u regjistruan në orën 11:31 me epiqendër midis Pafos dhe Limassolit, rreth 15 kilometra në lindje të Pafos dhe me një thellësi prej 14 kilometrash. Tërmeti është ndier në të gjithë territorin e Kipros, përfshirë Nikozin, Lamakën dhe Famagustën. Shumë qytetarë kanë dalë në rrugë të hapura nga frika, pasi janë aktivizuar edhe sistemet e alarmit.